Ku e lam? E di ku e lam. Do shkojmë ndërkohë që orakujt në studio do përqendrohen për cilë parashikimet e tyre. Kolege ime Alba Kepi nga Italia na është bashkuar në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Alba, përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju për ftesën. Ishim pikërisht në momentin që po diskutojmë situatën me lindjen e mesme, por tashmë rikthyem pak tek çështja e Europës. Ditën e sotme kishim edhe një reagim nga ana e Donald Trump, që e përshëndeti mikeshën e tij dhe kryeministrën e Italisë Giorgia Meloni si një bashkëpunëtore e mirë. Duket që Italia do të pozicionohet në këtë situatë. Si është konceptuar, si është përfolur në Itali dhe ka një plan veprimi se si do të ndërhyjë Italia në këtë situatë? Pak çast më parë, ndërsa ju po komentonit në studio, ka reaguar kryeministra italiane Giorgia Meloni, e cila ka thënë në mënyrë mjaft të qartë se Italia as nuk mbështet dhe as nuk dënon konfliktin në Iran. Pasi thot nuk kemi instrumentat e duhura për të kuptuar dhe me shumë gjasa i referohet rrezikut nuklear. Madje shkon më tej duke thënë se dënim apo si thuaç nuk e ka dënuar këtë konflikt në Iran asnjë vend antar apo vend evropian përveç Spanjës, ashtu e tha dhe ju në studio, pasi askush nuk ka instrumentat e duhura për të kuptuar. Por i ka qëndruar linjës së saj me një video që ka postuar me njëherë pas komentit që ka dhënë të përditshme në Corriere della Sera presidenti Donald Trump, duke thënë se Italia nuk është në luftë dhe nuk synon të jetë kur në luftë. Ajo po mundohet të reduktoj sa të mundet pasojat e konflikti dhe të gjejë aty ku mundet hapësirë për diplomacinë. Po ndërkohë, ndoshta brenda pak orëve ose ka mbërritur ose brenda kësaj nate, anija luftarake italiane në bashkëpunim me Francën, me Britaninë e Madhe, me dhe Gjermaninë, kanë marrë këtë aksion për të pozicionuar pranë brigjeve të Kipros, ashtu që dhe ju, pasi ky konflikt ka prekur dhe territorin evropian, një bazë ushtarake në Kipro, por që ka pasur pasoja të ulta. Se çfarë do të bëjë Italia, siç janë deklaratat e vet kryeministres Meloni, por përkupimi këtu është sa i takon bazave amerikane dhe bazave ushtarake të NATO-s në Itali. Dhe nuk janë pak. Ku ndodhen dhe sa janë po? Këtu janë thuhet 120 pa llogaritur ato sekretet, ku dy prej tyre, një në Trieste, në Friuli Venezia Giulia dhe tjetri në rajonin e Lombardisë, janë baza atomike, pra kanë arsenal nuklear. Dhe gjithë vëmendja është se sa do të jenë aktive këto baza në këtë konflikt. Dhe një nga pikpyetjet që hedh politika italiane gjatë këtyre orëve dhe pas këtyre deklaratave të Trump edhe të videos së Melonit është nëse këto baza qoftë të NATO-s, qoftë amerikane, pasi nuk kuptohet qartë ndasia e tyre, pasi brenda bazave të NATO-s ka dhe baza ushtarake amerikane, disa prej tyre dhe sekrete, sa prej tyre do të jenë aktive dhe do të përdoren qoftë për lançimin e raketave. Dhe këtu ka pasur një deklaratë numër 2 të qeverisë, që është dhe ministri i jashtëm, Antonio Tajani, i cili ka thënë që asnjë veprim nuk do ndërmerret nga këto baza pa kaluar me vendim të qeverisë apo mendimin e dy dhomave të parlamentit italian. Dhe gjitha këto duhet thënë se edhe ndoshta në to çaste që po flasim, ndryshimet dhe konflikti dhe gjithçka që po ndodh në mes Iranit, Izraelit, Amerikës në lindjen e mesme është në evolucion vazhdueshëm. Pasi e them këtë për faktin se ka ndryshuar dhe mënyra e komunikimit të Donald Trump, të Shtetet Bashkuara të Amerikës me mediat, qoftë ato europiane. Duhet kujtojmë dhe ftoj dhe folësit në studio, ekspertit në studio për ta komentuar, të kujtojmë të mërkurën e shkuar, kur zëdhënësja e shtëpisë së bardhë deklaroi, duke referuar gjithmonë Sanchez dhe Spanjës, po deklaroi një gjë mjaft fortë, duke thënë se pret Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti amerikan pret nga aleatët europian mbështetje në këtë konflikt. Dhe menjëherë pas kësaj nisën deklaratat e Donald Trump dhe thuhet se këto komente që ai ka bërë, qoftë për Corriere della Sera në orët e fundit, qoftë dhe për mediat tjera europiane dhe botërore,
bëjnë që të kuptohet se ka ndryshuar strategjinë e komunikimit, duke kërcënë ai, duke kërkuar ai të bëjë këto komente për media të tilla të rëndësishme europiane, pikërisht qoftë për të rrequr vëmendjen ndaj aleatëve të cilët nuk po mbështesin ashtu si çdo, dhe qoftë për ata aleatë të cilët po e injorojnë në këtë momente. Dhe nëse do të lexojmë mjaft mirë komentin që ka bërë për Giorgia Melonin, këtu të paktën sot, gjatë gjithë ditës, ka pasur disa interpretime ndryshme. Një interpretim është se është një tërheqje vëmendje që Donald Trump i bën Giorgia Melonit në linjën sovraniste që ajo gjithmonë ka mbështetur, pra për t'i kujtuar se është mike e mirë e Amerikës dhe për t'i kujtuar se ajo gjithmonë ka punuar, pra është përpjekur për të bërë diçka për të ndihmuar qoftë Amerikën, qoftë BE-n, qoftë urdhëse mes konflikteve, debateve, mos keq kuptimeve që kanë pasur gjatë këtyre muajve, por nga ana tjetër e konceptojnë si një farë mënyre, si një kërkesë të hapur të Donald Trump ndaj Giorgia Melonit. Dhe sot ka pasur një reagim të fortë nga forcat opozitare italiane, nga majta italiane, nga Partia Demokratike, e cila i kanë kërkuar Giorgia Melonit të qartëzojë këtë që ka shprehur Donald Trump. Pra, kur Donald Trump thotë që Italia apo kryeministra Meloni është mika ime më e mirë dhe na ka mbështetur dhe bën ç'është e mundur për të na mbështetur, atëherë thotë të shprehë qartë nëse Italia është pro dhe ka mbështetur këtë apo po mbështet këtë konflikt në Iran. Dhe pikërisht kjo ka sjellë rrjedhojën e kësaj deklarate pak çaste më parë të Giorgia Melonit në televizionin italian, Rete 4, ku pak çaste më parë tha se